Mirëmbrëma në këtë super të premte, ora 21 në ABC në gjenë në Bardhazi. Takimi ju një dytë, mbasi u takuam të premten e kaluar. Mbasi jemi takuar një 19 herë në për vite? 19 vite, edicioni 19. Okej, fillojmë pak me atë rubrikën tonë interesante. E ke fjallën për thyërjen, për qekiqin që thyën arrat e mykura. Mentalitete, dhe thyën disa. Këtë ajo shpreja, vdeksha unë për ty, o zot. Po mirë, po pse të vdesësh unë për ty? Po pse të vdesësh për, po sikur të rrosh për mua, ti pse të vdesësh për mua? Ç'është kjo shprehje, vdeksha unë për ty? Pse na ka ngelur kjo shprehje? Mund ta kishe ngelur shpreja rrofsha unë për ty, ose u shtofsha unë për ty, ose... U pasurofsha unë për ty, për shembull. Po, në përgjithësinë e themi budallëqe, dhe kur themi budallëqe, sa më shumë budallëqe thua, aq më shumë budallëqe të ndodhin. Se ndodh ndonjëherë që edhe ndodhin, e kupton? Ndodhin. Si thosh njëri, vdeksha unë për ty, vdes. Ose të vdektë nëna që të ka bërë. Se është një shprehje që thuhet. Lavdrim i madh. Lavdrim shumë i madh, do të vdektë nëna. Ose kur qeshim neve, vdiqja fare. Ose kur të vdesësh vërtet në atë qeshurat e kupton. Kështu që nuk duhet ndjellur e keqja asnjëherë. Shumë e drejtë. Në gojën tonë duhet këtë fjalë që kanë kuptim. Rrofsha unë për ty. Si thoshte Agim Doçi, miku i kësaj studio, të vdek të fjala. Ish mallkim. Ish mallkim. Po pse kjo vdeksha unë për ty? Nuk është mallkim, mallkim është dhe kjo. Po kokra mallkim. Pra, më mirë mos e mallko tjetrin me fjalën, të ndriçoftë fjala, është shumë fjalë e mirë, edhe për mendimin tim. Po nuk i shkullëm na koka, fjallët, ta pastrojmë fjallorin, ta kullojmë, ne do në ndodhin të këqia, e kupton? Se do ndillet ajo, vërës andeja, vërës këteja, vërës kërteja. Mos toni që s'ja u thamë, ne ja u thamë, ju bëni që të doni, tani unë prest na thot një gjë tjetër. Jeni të lirë, ta thoni si të doni, po kush do na e thot gjë tjetër? Do të na e thot Adela, gazetarja jonë fantastike,